Prokuroria e Tiranës ka dhënë protencën për të miturin Mario Përlleshaj, që akuzohet për vrasjen e Martin Canit, duke kërkuar dënimin me 25 vite burg për veprën penale vrasje në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave. Por prokuroria Alma Felaj tha se e lë në vlerësimin e gjykatës dënimin përfundimtar, duke i kujtuar kodin penal për të miturit përkatësisht nenin 97. Ky nen përcakton se dënimi në këto kushte nuk i kalon 12 vite, çka do të thotë se nëse gjykata merr parasysh këto rrethana, autori vrasjes së Martin Canit dhe plagosjes së Luis Meçja mund të dënohet me më pak se gjysma e dënimit fillestar, pra me 12 vite. Në seancën e ardhshme do të mbahen konkluzionet e mbrojtjes, por edhe qëndrimi i palëve të dëmtuara. Kujtojmë se si pasojë e përleshjes mes të miturve mbeti plagosur edhe vetë autori i dyshuar. Prej nëntorit të 2024, 14 vjeçari Mario Përlleshaj mbahet në institucionin e të miturve në Kavaj. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë shkollës Fanoli, më 18 nëntor të vitit të kaluar. Vetëm disa ditë para krimit, adoleshentët ishin konfrontuar me njëri tjetrin dhe shkolla pretendoi se i kishte ballafaquar të miturit dhe pas kësaj ishin pajtuar, por në fakt konflikti vjoi disa ditë më pas sapo fëmijët lanë ambientin e shkollës, ku u regjistrua disa metra larg saj edhe ngjarja e rëndë.